por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështesë këtë protestë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Ajo është një protestë, askush të mos përdor një pretekst, asnjë pretekst nuk ka të drejtë të përdoret për mos mbështetjen e tyre. Mos harroni se ajo protestë është tej partive politike. Në atë protestë ka qytetarë që s'kanë qenë kurrë në partitë politike, ka të ri që s'kanë qenë ndonjëherë në forumet e partive politike, por ka dhe dhjetra, qindra, mijëra antarë të forcave politike, të qendrës djathtë dhe të majta. Dhe natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të erësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Ndaj dhe ai që i thot vetes shqiptar dhe e don këtë vend, duhet mendoj si ta ndihmoj suksesin e asaj proteste. Mos harroni një gjë. Edi Rama është një diktator autoritar, qeverisë në stilin e etërve të tij. Do të më falni, e patjus mitingun e tij të djeshëm, çfarë ishte ai? Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Ndaj dhe ata qytetarë kanë nevojë të jashtëzakonshme për mbështetjen e çdo shqiptari. Nuk duhet që slogane me protagonist opozitën e opozitës apo grupuskula të caktuara të dekurajojnë në asnjë mënyrë. Opozita e opozitës është vegël e qeverisë, po ju garantoj që nuk është gjë tjetër vetëm si ajo miza në shpinën e kalit, siç thot Deni Diderot, që beson se e tërheq karrocën, po atë karrocë e tërheqin atë uragan, e tërheq përgjegjësia dhe ndërgjegjja qytetare e trive dhe qytetarëve shqiptarë. Faleminderit.